Mirëmëngjes, ju përshëndesim drejt për së drejti dhe ju urojmë një javë të mbarë. Avash jemi drejt mbylljes së vitit, në ditët e fundit, në javët e fundit sigurisht, dhe të gjithë ne fillojmë dhe reflektojmë në lidhje me çfarë kemi lënë pa bërë, çfarë planesh kemi për vitin tjetër. Vetëm recetat nuk ndryshojnë. Nuk është se ndryshojmë pak nga reflektojmë tesha që na ke pikur me baklava. Si po presim të bëhet shërbeti baklava sot. Ti falenderojmë të gjitha zonjat, anvisat, shikuesit, inboxim njërë është plot e për plot, kështu që gjej rasti më mirë ti falenderoj kështu publikisht të gjithë për çdo mesazh, për çdo koment që keni bërë. Një anvis e thjesht që bëri një baklava, që u kënaqëm dhe ne, edhe shiko, ka dalë shumë e mirë dhe pjekja, se anvisat nuk e kanë parë kështu pjekjen, kështu që do ta shërbetosim sot sipas traditës me vanilje, jo me kanellë. Kishim edhe jako e kemi të pjekur dhe mirë është të qëndroj për disa ditë, siç veprojmë edhe në shtëpia, se nuk është se sa e gatuajmë edhe e konsumojmë. Shërbetin do t'ja lë Albana sot, ta përgatisim, ta shërbetosim dhe pastaj kur konsumohet kjo, se s'konsumohet brenda ditës, do të presim dhe ja 2 ditë. Konsumohet, po ka diçka, për shumë një xhepi veçantë për shkak ato që nuk presim dot. Jo, do ta shërbetosim. Skot, mos fol, mos se reagimi është duhet ta konsumojmë. Jo, është i frerë thot. E mirë, rëndësi ka që e bëm me sollëm një shembull, siç gatuajnë të gjithë me baklava dhe duart me gjithë zemrën, ama të lumshin duart. Kaq, s'ka më. Por atë kaloj tek shërbeti, sepse ka dhe një specifik të veçantë. Ja, pritë të mbaroj dhe spoti në krahun tjetër, që ta shohim nga afër. Do ta shërbetosim baklavan, sepse besoj se edhe ju sa përgatoni nuk e shërbetosni direkt. Mirë është, ndoshta duhet jetë e nxehtë baklavaja, por që edhe ne do ta bëjmë këtë gjë, ta ngulëm të ngrohet pak brenda. Thonë që duhet jetë e nxehtë baklavaja, po si është e nxehtë baklavaja, duhet t'i themi gjërat ashtu siç duhet, në moment që ne e kemi lënë të kulloj. Atëherë ngrojmë prapë me një letër, neve mbulojmë dhe ja. Vendosim të jetë i nxehtë shërbeti, edhe pak e ngrohtë, sepse duhet e nxehtë baklavaja, i ftohtë shërbeti, pra duhet të jetë e kundërta. Nëse është baklavaja e nxehtë dhe shërbeti i nxehtë, ne atëherë kemi atë ngjitjen e petëve që ti kohët je munduar që të bësh të jetë fletëzimi. Ne do bëjmë siç bëjmë në shtëpi, do ta ngrojmë çik baklavan, çik shërbetin e nxehtë, ashtu si do ta bësh ti gati aty me sheqer, ujë dhe çaje tjetër ti. Faktikisht edhe duhet. Kështu që po i vendos që mos na marri ngjyrë më të errët, po i vendos një letër, thjesht sa ta ngrojmë pak, sepse sigurisht është goxha e ftohtë për t'ia hedhur dhe shërbeti le të jetë i nxehtë. Dhe nuk duam që sepse për t'u fetëzuar u bë shumë i mirë, për të pjekur po ashtu, tani pse dhe shërbetin do t'ja bëjmë të mirë. Se për vete e kemi, do ta konsumojmë të gjithë. Shërbeti ka disa sekrete, shërbeti. Po. Shumë pak minuta, sa të ngrohet. Atëherë tek shërbeti shtoj ujin, uji të jetë në këtë gjendje, jo të vloj. Shtoj masën e sheqerit në 1 kg miell, ne shtojmë 1 litër ujë, 1 kg sheqer, por në 1 kilogram ne shtojmë edhe më pak sheqer. Le të ketë edhe 200-250 më tepër që të jetë, nuk na duhet dhe i trash. Po. Sekreti i shërbetit nuk duhet të jetë i trash. Po. Duhet të jetë i tejdukshëm. E di si e diu nga më të moshuarat, kur mbaron zjerja e shërbetit, e marrim një pikë, do më thënë, e njohim pak dhe vendosim mbi thuase mbi gisht, në momentin që ajo qëndron si kokër bizeleje, pra që nuk përhapet, atëherë është gati. Ky është sekreti ndoshta që nga eksperjenca në eksperiencë ndryshon, por që duke provuar her pas here, por a di kur ishte kjo gjë? Edhe mos gabojmë se unë thash aty tek përgatitja me kanellë, jo me vanilje do ta thoja. Atëherë, këtu kam vanilje. Këtu kam limontoz. Po. Pra, si dikur. Shpesh herë ne do shohim nga zjerja, ne na duhet të jetë vetëm 8 minuta. Pra, 8 minuta.
kur e kalon 10 minutë, do thotë që ne e kemi, nuk shkon ai lloj sherbeti. Nëse do ishte në pjesën si bulz, dikur ka qenë ai sheqeri i panxharit, i maliqit normalisht që ishte i duhur. Me këtë lloj sheqeri ne normalisht mund të bëjmë një ngatres, sepse mund të jetë sheqeri më kristal, duhet jetë me imët, mund të jetë sheqeri kafë që ju mund të bëni disa eksperimente, pra ngeleni në 8 minuta vlim, të keni limontozin ose limonin, lëngun e një limoni, dhe jeni në rregull. Pra, kur sherbeti është me i trash, nga ç'duhet, ne pengojmë fletëzimin e baklavas. Super. Duhet të jetë kristal dhe jo të marrë ngjyrën pak a shumë të mjaltit, absolutisht. Pra, duhet të jetë kristal, dhe siç bëhet tek supa, që ngel ai shkëlqimi në lugë. Ai është sherbeti i duhur. I tash të gjitha i tash. S'kemi që themi më për shërbetin, tani ta lëmë edhe pak minuta dhe nëse kemi ndonjë telefonat, ta mirëpresim dhe të bisedojmë me anvisat tona, një bised anvisash në lidhje me recetat tuaja të ditës së sotme, së pari dhe çfarë sugjeroni ose çfarë na këshilloni, dhe çfarë doni t'ju gatuajmë dhe ne për fund vitin apo për festën e parë që është Krishtlindja, pastaj për tyrezën e fund vitit, për festat të tjera, sepse imagjino se janë vetëm këto, dikush mund të ketë një sebeb tjetër. Të them të drejtën, unë kam bërë ato çokoladat për unë kam bërë një listë aq të shishme. Do kemi edhe çokolada të tjera, do kemi gurabijet patjetër, do kemi salca të tjera, do kemi sallat me i kemi këtej poshtë me lloje të ndryshme të makaronave sepse janë festive, pra gjithçka që është festive, unë i kam listuar, i kam vënë këtë fundjavë, i kam lënë veç mas. Bravo, bravo, ke punu mirë këtë Kam punuar, i kam bërë detyrat e ditët e fundit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndesim. Mirëmëngjes, Niki dhe Albana. Të përshëndesim. Kush jeni, nga telefononi? Nga Tirana? Kam marrë vetëm për diçka. Po. Të falenderoj ty, Niki, bravo të qoftë për baklavan që bëre. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit të gjitha anvisave për komentet tuaja. Tamam një korçare 100%. O korçare o ishfare. Një gjë të vogël, siç bëjnë gjitha anvisat në shtëpitë e tyre. Faleminderit. Festa të bukura. Amin, edhe faleminderit. Festa të bukura dhe ju. Presim zonjat e mos na jo për, domethënë na sugjeroni ndonjë recetë se baklavan e hoqëm tani iku. Lërja anvisat të shprehen si dua tash. Një javë. Po, një javë, dhe kur që dasëm i mirë, lodra bjen dhe më tutje. Ja presim dhe një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Ne jemi Reze Dielli. Report të vajemi? Report televizion Reze Dielli. Jeni kanali... Të falenderoj. Jeni kanali më i preferuar jemi. Falemderit dhe i shumë e shumë. Tani më që për jep një shërbetin e baklavas. Na jep një siksa mas ku i duhet, qa sheqer. Do ta për dhe njërë Albana, po sa qërish për ty. Ka mundësi të një? Pa tjetër që ka mundësi. Në 1 kile miell, sheqer? Në 1 kile miell që ne kemi bërë baklavan, ne na duhet kemi 1 litër ujë dhe 1 litër dhe 1 kilogram sheqer. Po të duam tjetë me trash, shtojmë të 1,200, 1,250. 1 me 1 është masa. 1 me 1? Po. Do shtosh limontoz ose lëngun e një limoni dhe vanilje. Vanilja është opsionale nëse ju e dëshironi. Po pjekja të lutem, pjekja. Tani pjekja. Tani kalojmë në radhën tjetër. Me qënse e poqap. Tani. Albana, sa e jemi shumë të mira të të Faleminderit. Tani, për pjekjen, unë po të them si e pjekun. Ja, dëgjoj edhe pjekjen. Tani po të tregoj si që e pjekun baklavan. Në fillim e ngroh sobën, furrën në 180 gradë. Do ta lëm aty diku te 15-20 minuta në këtë temperaturë. Pastaj e mbulojmë baklavan me 1 letër pjekje. Dhe gradualisht çdo 15-20 minuta e ul temperaturën te 150 gradë. Dhe ky proces duhet të zgjasi gati 3 orë. Baklavaja do 2-3 orë të piqet, avash në një temperaturë mesatare, siç tham, dhe lëm 150 pastaj deri në fund. Gjithmonë duke e kontrolluar.
Edhe kjo varet më pas edhe nga temperatura e furrës së gjithë secilit, sepse furrat ndryshojnë me thënë drejtën. Dikush pjek më shpejt dhe 180 e ka shumë të nxehtë si furr, kështu që do gradualisht të pjeken. Dhe sherbetin e shtojmë pasi të ketë kulluar baklavaja. Shikoni, e lam 2 ditë fundjavën, mezi po presim. Mezi po e presim ta konsumojmë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mundet të komunikoj? Me kënaqësinë më të madhe, të dëgjojmë drejt për së drejti në studion ton. Po. Kush jeni? Ju dëgjojmë drejt për së drejti. Një zonjë nga Korça, ju komplimentoj juve dhe ju uroj gëzuar festat. Edhe ne të urojmë gëzuar festat. Gëzuar. Desa të sugjeroj një recetë që unë e kam tradicionale, do me thëmë të trashëguar nga nëna e burit, djera ime. Do na e tregosh, po të dëgjojmë me shumë kuriozitet. Po. Zakonisht, ne përgatim, vjera do më të përgatim peta të holla, që ne mund t'i bëjmë dhe në të formën që bëhet baklavaja, të renditura me qarkë. Po? Dhe pastaj, pas pjekjes të kujdesshme kështu në 180-170 gradë, do të shtojmë, do me thëmë pasi ato ftohen, do shtojmë lëngun e ndetë të një pule të plot, të koncentruar më mirë, do me thëmë, dhe do të njomim atë petanikun të tuajnë ne me pull, pastaj rendisim pullën duke e prerë në porcione, ku brënda në përpek kemi vënd e lekun e fund vitit. Dhe enda servirim, do më thëmë, e servirim së bashku në tryezë. Duke zgjedhur secili pjesën e vet. Po. Thua sa i personi familjes më me Si ai kulaçi i fund vitit, po ju e bëni me petë dhe me lëngun e pulës, bashkë me copat e pulës. Shumë bukur. Kuptoj, nuk po jap masa sepse të gjitha amësat e kanë. Patyshim. Për ta hapur ato petat është. Të koncentruar dhe me gjartë, kuptoj. Mund të jetë dhe gjartë suplementar, kjo varet është opsionale. Dhe jetë edhe një paqe pulës të zjerë, kuptoj, që të skuqet me pas gjartë sipër. Dhe kjo është një gatim, mendoj për shtatën, krahas mishrave dhe opsioneve të tjera. Kjo është një recetë që merr akoma më shumë vlerë, që është e trashëguar nga vjera jote dhe që ti e respekton dhe e risjell dhe kujton recetën e saj. Kështu që ja vlen që të përgatitet dhe që të falenderojmë për recetën që na sugjerove. Patjetër. Të përshëndesim dhe tani erdhëm në fund, Albana, duhet të shkëputemi. Në 8 minuta largoj sherbetin, ngjyra duhet të jetë e tillë, shumë pak e ngrohëm, e kjellët, se duhet ta mbyllim. Po. Të mos merremi më nesër me baklavan, që t'ja tregojmë që sot. Atëherë ka të përthiset sherbeti. Ka 2 alternativa, është sherbeti i pari holl, dhe më pas është sherbeti i dytë që është me i trash. Me 2 faza. Patjetër. Okej. Ja, nuk harrojmë asnjë pjesë. Pra shtojmë sherbet? Po dola më tutje, po si. Vazhdojmë ta sherbetosim. Ne ndërkohë ju përshëndesim. Ju pres pas pak e lëm të përthitet dielli me bima dhe shëndetje. E lëm të përthitet dhe shtojmë pjesën tjetër. Shihemi pas pak.